Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahu jalla wa ala falenderojm. Salavat dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wa salam i dërgojm. Mi familjen e tij, mi shokët e tij dhe mi gjithë ata cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit të pasoj. Jemi me pjesën e tretë të betejës e Ahzabit. Dhe nëse ju kujtohet ata cilët kanë qenë prezent ligjëratën e kaluar, kemi folur për disa skena të kësaj beteje, për shkak se nëse folim me rënditje kronologjike të betejës, mu më duket, ndoshta jam gabim, po mu më duket sikur nuk kuptohet beteja në tërësi. Kështu që ai i cili do ta dije realitetin e betejës, duhet të jetë i përgatitur që të shkon përpara dhe përpara e mbas në aspekt kohor. Kështu që ne i përmendim disa ndodhi që ndodhin përpara, pastaj kthehemi prapa, e gjitha kjo me qëllim që të kuptohen detajet e betejës në tërësi. Ne përmendëm 3 prej skenave të kësaj beteje. Një prej tyre ishte mu'gjizet e pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam, dhe folëm për disa prej mu'gjizeve të pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam këtë betejë. Dhe e katërta nga këto skena, vëllezër, është që ne treguam që Kurejshët do të stacionohen për gjatë hendekut. Do me thonë buzë hendekut, i cili ishte i gjatë, edhe ushtria e tyre bashkë me aleatët e tyre do stacionohen për gjatë hendekut. Megjithatë, përveç këmbimeve të shigjetarëve të dy palëve, Kurejshët do të kenë disa tentativa për ta tejkalu hendekun dhe për dalë ka ana e muslimanëve. Kuptohet kjo që jo e gjithë ushtria mund të pasoj këtë njësit të vogël special i cili do të dalë ka ana e muslimanëve. Për këtë çka Kurejshët do zgjedhin luftëtar të më të mëdhej të tyre. Një prej tyre do të jetë Ikrime ibn Abi Jahl. Një prej tyre do të jetë një burr 90 vjeçar, i cili ishte legjendë në mesin e arabëve sa i përket aftësive të tija ushtarake. Madje transmetohet, edhe pse transmetimi është i dobët, që ai i cili do të del në 2 luftim kundër këtij plaku të aftë në luftë është Aliu radhiyallahu ta'ala anhu. Sidoqoftë, 5 ose 6 prej ushtarëve Mekas do të kalojnë hendekun me kuajt e tyre, mirë po ka ana tjetër do t'i pret ushtria e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, dhe disa do të vriten duke tentuar dalin ka ana e muslimanëve, ndërsa të tjerë do të vriten pasi dalin ka ana e muslimanëve. Sidoqoftë, muslimanët do të shtyjen ose do të kundërshtojnë disa prej këtyre tentativave dhe sulmeve, kështu që përgjatë gjithë këtyre ditëve, 3 javë diçka, nuk do të ketë një numër i madh i ushtarëve të Kurejshëve të cilët do të tejkalojnë hendekun. 3-4 burra a kanë kalu apo nuk kanë kalu nga ana e Medinës. Çështja e rëndësishme prej skenave të betejës së hendekut është plagosja një prej sahabëve të mëdhej në këtë betejë. Ai është Saad ibn Muadhi radhiyallahu ta'ala anhu, dhe rrëfimi i Saadit është më së i famshëm, më së i njohur sa i përket lëndimit të tij dhe plagosjes së tij në këtë betejë. Mirë po, një ndër rrëfimet më të bukura se si ka ndodhur kjo është rrëfimi i Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Thot Aisha, dola ditën e hendekut pas gjurmëve të njerëzve. Dhe sikur Aisha radhiyallahu anha tregon se vet ka dalë pas gjurmëve të ushtarëve të ushtrisë së muslimanëve. Dhe thot, për një herë dëgjova një zë prapa meje të njerëzve që ecin me shpejtësi, dhe kur është kthy, thot, pash disa prej ushtarëve të muslimanëve duke shku drejt hendekut, dhe pash në mesin e tyre një burr të madh e të gjatë, i veshur me parzmore, mirë po pjesë të trupit të tij ishin të shpalosura. E thot ai ishte Saad ibn Muadhi radhiyallahu ta'ala anhu. Andaj thot, kur i pash ato pjesët e shpalosura, për shkak se parzmorja nuk e ka mbështjell, se Saadi ka qenë i gjatë edhe shumë i madh me trup. Kështu që, thot Aisha, kur e pash, thot, në këtë gjendje kisha frikë se këto pjesë e pambuluara do të jenë të ekspozuara përpara armikut, dhe armiku do të ketë mundësi që të mërrin deri tek Saadi radhiyallahu ta'ala anhu. Pak pas, thot, në të njëjtin vend erdhi Omeri radhiyallahu ta'ala anhu me do burra, dhe në mesin e tyre ishte një i cili ishte i veshur i gjithë me parzmore, madje fytyrën e tij e kishte të mbuluar me hekur.
Dhe Omeri filloi thot më qortoi. Sa që thot Aisha shpresova që tokat qilet e të hinë tokë nga qortimi i madh i Omerit. Prej fjalëve të tija, Omeri po i thot Aishës sa e guximshme që je. Ushtarët nuk dalin vet, kjo vet ka dalë. Thot sa e guximshme që je, ke dalë në këtë pjesë ku kërkush nuk lëvizën. Dhe kjo ka ndodhur në kohë kur Beni Kurejda e ka thyer marrëveshjen. Tamam, kështu që ne jemi të ekspozuar pi përpara dhe jemi të ekspozuar pi mbas. E si ka mundësi që një grua e re që del në këtë pjesë të Medinës? Andaj thot më qortoi Omeri derisa ky njeri i cili ishte i mbuluar me parzmore dhe fytyrën e tij kishte mbuluar, thot e hapi fytyrën dhe ishte Talha ibn Ubaidullah radhiyallahu ta'ala anhu, e po i thot Omerit, bol më Omer. Mos e qorto më. E ndërkohë Aisha thot, duke qenë në këtë gjendje, fillojnë shigjetarët e Kurejshve që të shigjetojnë musliman, të gjuajnë, dhe një shigjet e godet Saadin radhiyallahu ta'ala anhu në krahun e tij dhe i çan një ndër venët kryesor. Dhe thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha që bashkë në atë pjesë që ajo kishte të ekspozuar, pa mbuluar, thot, ajo pjesë, thot, në atë pjesë u godit dhe ishte një plagë e rëndë e cila nuk, do me thënë, nuk mështjellej lehtë, nuk mbyllej shumë lehtë. Plagë e cila, do me thënë, do të çojë në pasoja shumë të rënda. Ndërkohë, thot Saadi radhiyallahu ta'ala anhu, ju lutë Allahu dhe tha, o Allah, mos ma merr shpirtin derisa ta shoh ose derisa të më qetësohen syt në drejtsinë tënde me Beni Kurejdan, sepse tham që kjo është pas tradhtisë së Beni Kurejdas. E Saadi ta thot këtë fjalë shumë e madhe. E dini pse? E dini dikush pse? Se është i? Jo, pse e thot o Allah, mos ma merr shpirtin derisa ta shoh drejtsinë tënde te Beni Kurejda. Ka negociu pak më shumë. Se ai ka qenë aleati kryesor i Beni Kurejdas në Medinë. Beni Kurejda, nëse kanë pat njeri të cilën e kanë thirr për ndonjë problem, ka qenë Saadi ibn Muadhi. E tash Saadi e kanë ndjej tradhtinë e tyre, kështu që i pari i thot, këto duhet trajtohen me drejtësi. Ani se janë alatët e mi, ani se janë miqtë e mi, këto janë të parët të cilët duhet trajtohen me drejtësi. Kështu që Saadi radhiyallahu ta'ala anhu e lut Allahun te bareke ve taala që Allahu t'i jep ymër që ta sheh drejtësinë te ky fis. Edhe ashtu do të ndodhe me lejen e Allahut te bareke ve taala. Thot Ibn Kathiri, Allahu ju përgjigj ose e pranoi lutjen e të dashurit të tij Saadi ibn Muadhi radhiyallahu anhu në çështjen e Beni Kurejdas dhe ja qetësoi zemrën dhe sytë e tij, duke gjykuar mbi ta me fuqinë dhe urtësinë e Allahut. Madje i bëri vetë ata që të kërkonin këtë gjykim. Gjykimin e kujt kërkonin? Ata thanë prej të gjithë njerëzve vetëm një njerëz mund na gjykojë. Kush është ai? Saadi. Andaj thotë Ibn Kathiri, paramendoje, ky e lut Allahun, o Allah, mos ma merr shpirtin derisa ta shoh drejtsinë tek ata, vinë ata dhe thonë vetëm ky mund na gjykojë. Andaj thot Ibn Kathiri, madje i bëri vetë ata që të kërkonin këtë gjykim ashtu siç do të sqarohet. Realisht ne këtë do ta sqarojmë ligjëratën e ardhshme. Çështje tjetër, ne përmendëm ligjëratën e kaluar që muslimanët i patën vendosur gratë, fëmijët dhe të miturit e tyre dhe pleqt në cilin vend, në cilët vende? Në kështjella, në për fortifikata. E këto ishin kështjella të ngritura nga toka ku të ngjiturit deri tek këto ishte shumë e vështirë. Kështu që muslimanët i kishin vendos familjarët e tyre në për to kështjella. Megjithatë, pas tradhtisë së Beni Kurejdas as kështjellat më nuk ishin sigurta. Andaj tregon Rafi ibn Khadij radhiyallahu ta'ala anhu thot, nuk ishte kështjell më të fortifikuar, më të fortë se sa kështjella e Benu Harithës. Dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e vendosin të shumicën e grave, fëmijëve dhe të miturve. Mirë po, ka ardhur një prej kalorësve të Benu Tha'laba te kjo kështjell dhe i ka kërcënuar gratë, ka zbrit buzë kështjellës dhe ju ka thonë grave, ajse unë tash vi nalt. E kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët i kanë gjit gratë mbi fortifikata, kanë lënë metodë sinjalizimi mes tyre dhe ushtrisë. S'ka pat telefon, një di. S'ka një di.
Duhet ketë sinjal i cili sinjalizon se ndodh diçka e rrezikshme. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam kur i ka vendos fëmijët dhe gratë edhe plesh në këto fortifikata ju ka thënë atyre do të bëni lëvizje me shpatë që ushtria ta sheh reflektimin e diellit nëpër shpata. Kështu që kur ka ardhur ky kalorës dhe i ka kërcënuar gratë dhe fëmijët, ata i kanë lëviz shpatat e tyre dhe ka pat ushtar që non stop ka shikuar ka një kështjell. Tjetri ka shikuar kështjellën tjetër. Formë komunikimi. Kështu që kur e kanë pas e gratë i kanë çu disa prej shpatave, e kanë kuptuar që pranë kështjellës së tyre ka një rrezik. Dhe dërgon i dërguari Allahu te alayhi salatu wassalam ushtar të tij dhe më njëherë e eliminojnë këtë rrezik. Dhe ky ka qenë ndoshta rreziku më i madh i paraafërt i ndonjërit prej kundërshtarëve ose kurejshve ose të tjerëve me këto kështjella në të cilat gjendeshin familjet e muslimanëve. Një prej shembujve të bukur të sakrificës së grave në këtë betejë ose në këtë rrethakim ishte shembulli një grua se cila sot është sinonim për një punë madhështore, doktor. Ajo është Rufejde. A keni dëgjuar një? A e ka dëgjuar dikush Rufejde el-Eslemije? Askush. Nëse i pyet muslimanët a e keni dëgjuar për shembull Ibn Sinan, të cilit te ne si i thon? Avicenën. Gjithë e kanë dëgjuar. Dhe për çka është i njohshëm Avicena? Për mjeksi. Rufejdeja është selefi i tij. Është para Ibn Sinas dhe të tjerëve. Thot Imam Buhariu transmeton në librin e tij El-Adab al-Mufrad me zinxhir të sakt nga Mahmud ibn Labid radhiyallahu ta'ala anhu i cili thot: kur u godit damari i krahut të Saadit në ditën e Hendekut dhe gjendja e tij u përkeçua, e çuan tek një grua që quhej Rufejde dhe e cila merrej me mjekimin e plagosurve gjatë betejës. Andaj mjeku kryesor në betejën e Hendekut ka qenë kush? Rufejde el-Eslemije radhiyallahu ta'ala anha. Për këtë shkak, Rufejde është rrëfim inspirues për çdo një njeri, sidomos grua, e cila shtyhet me burrat në ngritjen e umeteve, shtyhet me burrat në mbrojtjen e vlerave dhe parimeve. Dhe Rufejdeja sot e kësaj dite mbetet shembull madhështor për çdo një motër e cila bën punën e saj. Shkurtimisht pas tyre skena e vëllezër, me do mos ndalemi tek një pikë të cilën e kena përmend disa herë. Ajo është tradhtia e Beni Quraidhës. Apo ne e përmendim mirë, po pak prej nesh e kupton realitetin pse ka ardhur deri tek tradhtia e Beni Quraidhës. Kthehemi pak në historinë e hebrejve në Medinë. Ne thamë që hebrejt në Medinë sa fise kishin? 3 fise. I pari ishte Benu Nadhir, i dyti Benu Qainuqa dhe fisi i tretë ishte Benu Quraidha. Andaj ne jemi të folë për tradhtinë e fisit të fundit Beni Quraidha. Dhe ky është fisi i vetëm i cili kishte mbetur në Medinë. 2 fise tjera ishin dëbuar nga Medinja, gjithashtu për tradhtinë e tyre brenda Medinës. Kështu që në Medinë do të mbetet Beni Quraidha dhe këto do të tradhtojnë sikur se vëllezrit dhe motrat e tyre. Po si erdhi deri te kjo tradhti? Kur Abu Sufjani vjen me ushtrinë e tij dhe ballafaqohet me Hendekun, e sheh që s'kan mundësi që të futen brenda Medinës, kështu që e merr ideatorin e parë të betejës, ai i cili e nxiti gjithë këtë betejë. Kush ishte ai? Huyej ibn al-Akhtab, një nga prijësit e Benu Nadhiri dhe Benu Qainuqas, të cilët ishin të dëbuar ku? Në Khajber. Andaj ky njeri shkon tek Ebu Sufjani dhe e nxit që të ndërmarrin aksion të plot kundër muslimanëve. Kështu që Ebu Sufjani i thot, ti je ideatori i betejës, ne kemi ardhur përpara nesh ka dalë një Hendek. Po thot çka të bëjmë? Shko binde Beni Quraidhën që ta thyen marrveshjen me Muhamedin alayhi salatu wasalam, që ne të kemi akses në Medinë prej prapa Medinës, sepse toka, territori i Beni Quraidhës nuk ishte i vogël. Ata kishin kopshte dhe fortifikate e kështu me radhë. Kështu që ata e kishin bllokuar hyrjen në Medinë nga ana Beni Quraidhës, sepse ata ishin çfarë? Banorë të Medinës, të cilët i qëndronin besnik pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Huyej ibn al-Akhtab kuptohet,
i verbruar për inatit të tij ndaj pejgamberit Allahut, alayhi salatu wasalam, duke marrë parasysh faktin që ai është ideatori i gjithë kësaj betejë dhe s'është ndodhur kurrë, shkon tek fortifikatat dhe kështjellat e Beni Qurayzës. Atje troket derën dhe e pret prijesi i Beni Qurayzës. Ai ishte Ka'b ibn Asad al-Quradhi. Ka'b ibn Asad al-Quradhi ishte prijesi i Beni Qurayzës, i cili fillimisht as nuk e merr në dorë Huyej ibn al-Akhtab. Në dorë nuk e merr. I thot, jo se ti ke ardhur tek ne, që ta prishish marrëveshjen tonë me Muhamedin, ndërsa Muhamedi alayhi salatu wasalam deri sot nuk na ka imponu fenë e tij dhe ka qenë shumë i drejtë ndaj nesh. Huyej ibn al-Akhtab i thot, si ka mundësi të jetë i drejtë me ju, ndërsa ai neve na ka dëbu, vëllezrit tu. Ne jemi bite e axhallarëve dhe tezeve tua. Ai me ju është i drejtë kurse ndaj neve është si ka mundësi. Ka me ju ardhur dhe juve radha si kurse na ka ardhur neve. Kështu që nga sot, kur gjithë arabët janë kthy kundër Muhamedit, unë ju këshilloj që edhe ju ta tradhtoni. Merrni dokumentin, sepse është transmetuar që ka dokument të shkruar mes pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe Beni Qurayzës. Po ashtu edhe me të tjerët prej hebrejve. Mirë, po të tjerët e patën thyer marrëveshjen. Tash mbetën Beni Qurayza. E i thot Huyej, thyeni marrëveshjen me Muhamedin alayhi salatu wasalam. Dhe dilni kundër ti për shkak se atë sot s'ka më kush e mbron. Të gjithë arabët, madje thot Huyej, ju kam sjell 4000 prej Qurayshve. Asnjëherë Qurayshët nuk ishin mbledh kaq numër të madh. Dhe 6000 prej fiseve tjera në krye me Gatafanin. Edhe ju sot e kësaj dite keni frikë, çohet një prej Beni Qurayzës dhe e sheh që Ka'b ibn Asad, prijesi i tyre, sikur fillon të, domethënë, të hijen filmat e Huyej ibn al-Akhtab dhe mbani fjalim dhe ju thot, o ju hebrej, mos ndiqni hapat e Huyejt, se atë e ka verbruar zemrimi dhe inatin ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam. Kështu që Muhamedi ka qenë i drejtë ndaj nesh dhe ne duhet të tregohemi besnik në marrëveshjen që e kemi me të. Kështu që ai e nxit popullin e tij që të mos e thyen marrëveshjen. Ndërkohë Huyej thot, o Ka'b, e kem shel derën dhe nuk më lash që të hyj në kështjell, se frikohesh të më japësh ushqim, domethënë aq kooperacie për një bukë frikohesh. E sikur e prekën nervin e këtij Ka'bit, thot hapja derën. Kur ja hap derën, ja ka hap derën sherrit, dhe për kohë të shkurt, flasim disa orë deri në një ditë, Huyej ibn al-Akhtab e bind Ka'b ibn Asad al-Quradhi që ata ta shkyjnë dokumentin që e kishin me dërguarin e Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe ta thejnë marrëveshjen. Kështu që e shkyjnë dokumentin, e thejnë marrëveshjen dhe dërgojnë lajmëtar që hyrja e ushtrisë së Qurayshve dhe Gatafanit ma nuk do të jetë nga ana e Hendekut, po do të jetë nga ana tjetër, nga ana e Beni Qurayzës. Ndërkohë, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam dëgjon për këtë lajm të tyre. Dhe ne thamë që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dërgoi kë për ta vërtetuar lajmin? Ja. Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Dërgoi Zubairin jo një herë. Dërgoi Zubairin 2 herë. Në hadithin që e transmeton ose e shënon Imam Buhariu sahihun e tij, Abdullah ibn Zubairi, i biri Zubairit, e sheh babën e tij, shkon një herë, pastaj kthehet, pastaj shkon për zytjer dhe kthehet dhe e pyet ai. Dhe këtë hadith e treguam ligjëratën e kaluar në skenat prej skenave të betejës së Hendekut. Pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam vërteton lajmin e tyre. Megjithatë, thyerja e marrëveshjes nuk është thjesht një lajm i vogël. Kjo don shumë vërtetim. Andaj i dërguari Allahu te alayhi salatu wasallam i mbledh 4 veta prej ensarve. Sa'd ibn Ubada, Sa'd ibn Mu'adh, Abdullah ibn Rawaha dhe i katëri nuk më kujtohet. I mbledh to 4 dhe i dërgon dhe thot shkoni në negociata me Beni Qurayzën, vërtetoni lajmin. A është e vërtetë se ata e kanë thyer marrëveshjen? Nëse e kanë thyer marrëveshjen, stimuloni që t'i përmban marrëveshjes. Nuk është vonë. Ne jemi në situatë krize, nëse e kanë kthy, këshilloni që të kthehen, nëse nuk kthehen, atëherë hajdeni tek unë dhe thot pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, flisni në gjuhë
me të cilën nuk do ta friksoni popullatën. Do me thënë, kur të më tregoni mu që ata e kanë thyr marrveshjen, mos thoni ja Rasulullah e thyen marrveshjen. Dhe njerëzit demoralizohen. Po flisni me gjuhë në të cilën ata nuk do ta kuptojnë se ata e kanë thyr marrveshjen. Po nëse nuk e kanë thyr marrveshjen, atëherë lajmëroni përpara të gjithëve, ja Rasulullah Bani Quraidha nuk e ka thyr marrveshjen. Shkojnë këto 4 burra tek dyert e kështjellave të Bani Quraidhës, edhe e kupton që Bani Quraidha e kanë thyr marrveshjen. Madje përgjigja e Bani Quraidhës ndaj fjalimit të disa prej tyre ishte përgjigje shumë e shëmtuar. Përgjigje në të cilën ata do të fyejnë personalisht pejgamberin e Allahut alayhi salatu wasallam me fjalë më të shëmtuara. Përgjigje në të cilën ata do të tregojnë që shkaku pse ata i kanë qëndruar besnik marrveshjes nuk është cilësia e besës tek ata, po është frika. Nuk ka qenë cilësia e besës, ka qenë vetëm frika. Dhe në moment që kjo frikë është ngritur prej tyre dhe kanë djejt fuqi nga hebrejt e Khajberit dhe fuqi nga Kurejshet dhe Gatafani që e kanë sulmuar Medinën, këto në atë moment e kanë thyr marrveshjen. Kështu që ata i fyejnë këto 4 sahabe dhe pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe ai i cili u përgjigjet atyre është kush? Sa'd ibn Ubada, radiyallahu ta'ala anhu, dhe fillon që t'i fyej dhe debaton me ato, e Sa'd ibn Muadhi i thot: "O Sa'd, a bën qetësohesh? Ajo që ka ndodhur mes tyre dhe mes nesh është shumë më e madhe se sa këto fyrje. Kot i shaj me kot na shaj. Kjo nuk lahet me fyrje. Çështja është shumë më e madhe." Kështu që i thot: "Kthehemi tek i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam." Dhe kështu ndodh. Shkojnë Sa'dat drejt pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam dhe e takojnë mes një grupi prej sahabeve. Dhe shohin pejgamberin Allahut alayhi salatu wassalam në një gjendje dhe ja kumtojnë lajmin me një fjalë. Thonë: "Ja Rasulullah, adlun wal qarra." O i dërguari Allahut, adl është një fis, wal qarratu është fis tjetër. E këto, el adlu wal qarra, e patën zënë në një prej betejave që kemi folë më herët, Khubejbi ibn Adi. Ajo kujtohet Khubejbi? Atë të cilin e kryqëzuan në Tan'im. E kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dëgjon këto 2 fjalë, këtyre 2 fiseve tradhtare, e kupton që Bani Quraidha e ka thyr marrveshjen. Than: "Ja Rasulullah, adlun wal qarra." E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Allahu akbar. Abshiru." Mysh dhe përgëzoni. Pastaj u kthy dhe u shtri dhe shpina e tij ishte e kthyer ka sahabët. Dhe sahabët gjithë shikojnë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam vetëm u shtri, edhe jo për një kohë të shkurt, po për një kohë të gjatë, sa që ata që ishin të pranishëm të tjerët kuptuan që Bani Quraidha e pa thyr marrveshjen. Dhe sikur paniku filloi të përhapet mesin e sahabeve. Pse? Se Bani Quraidha është afër familjeve tona, fëmijë dhe gra dhe plesh, i kina kujshime ato i kina. Ne disa larg jena prej tyne, kilometre. Bani Quraidha është kilometre larg prej nesh, shumë kilometre. E pastaj u çu pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam edhe tha: "Allahu akbar, Allahu është më i madh. Ebshiru, përgëzoni dhe myshde se Allahu do t'ju gëzoj me fitore." Në situatën më të rëndë dhe në goditjen më të madhe, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e humbën besën në Allahu. Madje fjala e parë që e shqipton gjatë dëgjimit të lajmit tragjik është Allahu akbar. Allahu është më i madh. Allahu është më i madh se tradhtia e tradhtarit. Allahu është më i madh se besa e dobët në zemrën e lik të atij që nuk e mba besën. Allahu është më i madh se çdo komplot dhe çdo plan të cilin ata e përpunojnë në kokat dhe në tryezat e errta të tyre. Allahu akbar, tha Allahu është më i madh. Andaj përgëzoni se fitoria e Allahut është duke ardhur. Këto ishin fjalët e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Megjithatë, këto fjalë pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam do të merren seriozisht nga disa prej individëve të sahabeve, të tjerë do të friksohen. Dhe kështu dal ngadal frika fillon e përhapet në mesin e qytetit Medinës, sepse frika përhapet shumë shpejt mesin e njerëzve. Dhe nuk ka diçka që e demoralizon
një ushtri, një lëvizje, një revolucion sikurse frika. Fute frikën në zemrën e bartësve të kësaj ideje dhe e shes se si bjen kjo ide. Mirë, po kjo frikë nuk u fut në zemrën e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Përkundrazi, ai përgëzoi sahabët se fitori Allahu xhelle xhelaluhu ishte afër. Këtë përhapje të frikës Allahu do ta përshkruan në librin e tij në suratul Ahzab. Në ajetin e 10 dhe 11 Allahu xhelle ala po thot: "Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum." Kur ju erdhën nga lart jush ose nga lart dhe poshtë jush. Wa izaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira, dhe kur ju shtangën juve shikimet. Kanë thënë dietarët u janë shtang shikimet nga ana prej ka qenë ushtria e armikut. Edhe pse në disa prej ditëve nuk e kanë pa armikun nga mjeglla dhe era e fortë. Megjithatë kanë ditë se në atë drejtim është ushtria e armikut. Kështu që thot Allahu, wa izaghatil absar, u janë shtang syt, kujt janë shtang syt? Frikacakve? Apo sahabeve trima? Sahabeve trima. Sahabet trima, vlezër. Edhe trimi ndonjëherë friksohet. Jo për veten e tij. Po trimi është friksuar për gjendjen e njerëzve të pafajshëm, familjeve të tyre. Wa balaghatil qulubul hanajira. Thot Allahu, dhe ju mbërritën juve zemrat në fyt. Dhe pleshton të ne e kanë thonë këtë shprehje, apo i ka zemra në fajt. Dhe këtë shprehje e ka përdor Kur'ani për të qartësuar gjendjen dhe atmosferën e përgjithshme të tensionuar tek sahabët. Wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa, dhe fillua që të mendoni për Allahun mendime të ndryshme. E mendimi për Allahun, sikur se e përshuan Allahu, mendime të ndryshme ka për qëllim filluat të mendoni negativisht për rezultatet e kësaj betejë. Kështu që e patëm pyetur Imam Shafiun rahimahullah, çfarë është të mendosh për Allahun mirë? Si është të mendosh për Allahun mirë? E Imam Shafiu e dha një përgjigje tepër të bukur. Tha të mendosh për Allahun mirë është të mendosh për atë se miku mikut nuk i bën keq. Miku mikut nuk i bën keq. Ti e ke një njerë, shok e kije. E dikush thot, ajt ka tradhtu, ti thu, ky se më tradhton asnjëherë. Njerë është, gabon, apo ka epshe, ka ideja, ka interese, ka ku ta diun. Po ti ja aq i bindur mitësinë e ti, sa që thu, ky asnjëherë nuk më tradhton. E Imam Shafiu thot, të mendosh për Zotin tënd xhelle xhelaluhu, sa ai keq asnjëherë nuk bën xhelle wala. Ky është mendimi i mirë për Allah. Fatkeqësisht ne kemi njerëz të cilët jetojnë në frikë dhe në ankth dhe në ngajle dhe në stres, gjithmonë duke prit më të keqën pi Allahut. Kur e pret fukarallëkun prej Allahut, e pret në formën më të keqe, e pret smundjen në formën më të keqe, e pret një zank medikant në formën më të keqe. Jo vëlla, mendo pozitivisht. Mendo mirë për Allahun, se Allahu xhelle xhelaluhu është më i mëshirshëm ndaj teje se sa që është nëna jote ndaj teje. Këtë mendoj për Allahun tënd. Dhe Allahu ishte Ghafur, Allahu ishte Rahim xhelle fi ula. Andaj Shafiu tha, të mendosh se mikut nuk i bën keq. E Allahu tha, "O të dhunnune billahi dhununa", si kritik për sahabët. Dhe filluat ju të mendoni për Allahun mendimet ndryshme. Mendo për Allahun tënd vetëm se mirë. Sidomos në kohë krize dhe në kohë sprove. Sidomos në kohë frike. Mendo për Allahun tënd vetëm se mirë. Se në këtë rast Allahu i mëson sahabët që ju do të mendoni mirë për Allahun. Se rezultati i përgjithshëm i betejës do të jetë në dobi të kujt? Muslimanëve. Jo vetëm dobi, por kjo është ajo jutërni, ajo kthesa e madhe në luftën e Kurejshve ndaj muslimanëve. Kështu që në fund të betejës, pejgamberi Allahu sa çfarë do thotë? Al-an naghzuhum wala yaghzuna. Tash ne i luftojmë ata, jo ata neve. Tash ka ndryshuar. Tash situata në terren ka ndryshuar. Po kur ka ndryshuar? Pas gjithë kësaj sprove që Allahu e ka përmend këto dy ajete. Vazhdon Allahu dhe thotë: Pasi thot Allahu që ata filluan mendojnë për Allahun mendime të ndryshme, thot Allahu: Hunalika ibtuliya al-mu'minun
wa zulzilu zilzalen shadida. Në këtë situatë, në këtë gjendje, bashkë atëherë u sprovuan besimtar, i ptuli el mu'minun, wa zulzilu dhe u tronditën me një tronditje të rëndë. Tronditje e cila i ka shoshit radhat e besimtarve. Kur i ka trond kjo sprov, gjithë munafikat kanë mbet vetëm se besimtarët e sinqert. Asnjë munafik nuk ka mbet. Pa me e shfaq publikisht atë që ka pat në zemrën e tij. Gjithë kanë rënë këtë test. Përpos besimtarëve të sinqert. A nuk e ke pa sot? A nuk e ke pa dje e par dje? Që çdo situatë sot dhe dje e par dje i ngjan asaj që në cilën kanë kaluar shokët e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, në rrethana të ndryshme, situata të ndryshme. Hunalike ibtuli el mu'minun. Në këtë situatë u sprovuan besimtarët, wa zulzilu zilzalen shadida, dhe u sprovuan dhe u tronditën me një tronditje të rëndë. Ai sprovut i kaq rëndë, sa që testot imani jot, a është i denjë për me mbet në radhët e muslimanëve apo jo? A jam sprovuar kaq rëndë, sa që imani im, dashuria im për Allahun, pasimi im për pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, sprovohun deri në këtë drejtë, tronditën kaq shumë, sa që themi po, un jam i denjë të mbes në këtë grup dhe në këtë bashkim që quhet ummeti pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Ne mund themi po do ta shohim rastin e Hudhaifes radhiyallahu ta'ala anhu dhe si e përshkruan ai situatën tonë dhe situatën atyre që patën jetuar pas shokëve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Këto momente të vështira vëllezër. Thamë që munafikt shfaqen publikisht atë që ndjenin zemrat e tyre. Nuk mbet munafik vetëm se pa të fol, nuk mbet munafik vetëm se pa të lyp leje prej pejgamberit Allahut, ja Rasul Allah, familjet i kena të shpalosur, familjet i kena pa mbrojtur. Dhe nuk thoshin vetëm kaq, ne i kena pa mbrojtur, madje thoshin ne i kemi pa mbrojtur, ndërsa disa prej sahabeve i kanë familjet fortifikatat mdoja. E sikur i thoshin pejgamberit Allahut, ja Rasul Allah, këto s'kan arsye të lypin leje dalin pi hendekja, ama ne kina. Se ne familjet i kena shumë rëndë. Se cili ti dhimbet familja e ti. Se cili thot familja ime është në gjendje më të rëndë se ati tjetrit. Mirë po i sinqerti është ai i cili vlerëson gjendjen e familjes së tij dhe gjendjen e familjeve të tjerëve. E munafikat kanë shikuar vetëm në gjendjen e tyre personale dhe gjendjen e familjeve të tyre. Saqë Allahu xhelle wa ala përshkruajti thënien e një prej munafikëve dhe zbriti për të ajet. Tha Allahu xhelle wa ala: "Wa idh yaqulu al-munafiquna wal-ladhina fi qulubihim marad", kur munafiqët dhe ata të cilët në zemrat e tyre kishin smundje, thanë: "Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura", nuk na pat premtuar Allahu, ose atë që na ka premtuar Allahu dhe i dërguari i tij, nuk pas ka qenë vetëm se mashtrim. Çfarë Kudsi o vlla, çfarë Persie, çfarë Bizante, çfarë Jemeni? Ja ku jena ne? A nuk ishin në gjendjen tonë? Atë që na ka premtuar Allahu dhe i dërguari i tij alayhi salatu wasallam, nuk është vetëm se mashtrim. Vazhdon Allahu dhe thot për thënien e tyre: "Wa idh qalet ta'ifatun minhum", dhe kur një grup prej tyre tha: "Ya ahla Yathrib, la muqama lakum farji'u", o banorët e Yathribit, nga se munafikt nuk e quanin Medinën Medinë. Emri i Medinës kur është bë Medinë? Si? Pas hijretit. Pas hijretit Yathribi u bë Medinë. Po çka u bë me emrin e vjetër? U ndalu që të përdoret. Emërtri ka. Kur ka emërtri, ka shtet i cili ndikon që emri i ri të përdoret më. Apo? Si nivel zyrtar, ashtu edhe nivel të përditshmërisë njerëzve. Mirë po Allahu tregon që ato shkojnë deri në atë drejtë të ndjesisë së dobësisë së besimtarëve, sa që më Medinën, ju s'jeni ba ata që mbrojnë këtë emërtim. Andaj nuk e quajnë Medinën Medinë. E quajnë çfarë? Yathrib. Dhe kjo është në fund të vitit 5, 6 vjet gjajti. Që 6 vjet në qytetin e quajnë Medinë, vjen ky pas 6 viteve dhe i thot Medinës Yathrib. Për çfarë? Për të imponuar kulturën e vjetër të tyre dhe për çdo këtë ndikim 6 vjeçar të Islamit ose 7-8 vjeç të Islamit në Medinë. Thot Allahu, kur një grup prej tyre thanë: "Ya ahla Yathrib, la muqama lakum
Farji'u, o banor të Jethribit, o banor të Medinës, s'kini mo vend ju. Ikni dhe ktheuni. S'kam bet mo për banor të Medinës pozit dhe autoritet. Gjithë arabt janë çu kundër jush. Sini mo kërkush ju. Thot farji'u, kthehuni, shkoni në për shtëpi tuja. Tash kush është tu fol? Munafikët apo? Tha Allahu xhalla wa ala, wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabi, dhe një grup prej tyre lypnin izën prej pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Izën për çfarë? Për shku ku? Shtëpit atyne. Këto punojnë, këto bëjnë roje, këto mundohen, këto do me thonë mjekojnë smuntit, këto bartin ujë, këto bartin ushqim. Ky thotë unë duhet ta shoh familjen. Po tam këto tjerë 3000 ushtar, to as kanë familje. Gjithë kanë familje vëlla. Mirë po Allahu thot, ata lypin leje. Jo i sinqerti, se i sinqerti e din peshën e tij aty ku është. I sinqerti e din sa peshon në komunitetin e tij. Thot si të lypi unë leje vëlla. Po lypa unë leje, ky lyp edhe ky tjetri. Po edhe ai tjetri, kush mbet as kush nuk mbet. Kështu që vetëm i paftyri lyp leje. E pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam aty ne u jepte izën. Shko. Nuk prish. Hec. Veç hec. Shko. Liroj terrenin për të sinqertët. Mos u bën problem të sinqertëve. Allahu thot: "Yaquluna inna buyutana awra." Ata po thoshin shtëpit i kemi të pambrojtura, të shpalosura përpara armikut. Wa ma hiya bi awra. E Allahu çfarë thot? Jo, shtëpit e tyre nuk kishin të shpalosura para armikut. Nuk kishin të pambrojtura para armikut. Shtëpit e tyre si shtëpit e të gjithëve. Disa të pambrojtura, disa të mbrojtura, disa na për kështjella, disa na për shtëpi e kështu me radhë. E kështu që thot Allahu i yuriduna illa firara, por qëllimi i tyre ishte vetëm ikja nga fush betejë. Ky është qëllimi. Ata nuk dojnë vetëm se të ikin nga fush betejë. E kur munafikët vëllezër ndjejnë dy gjëra. Ndjejnë vakumin e autoritetit politik ose autoritetit për shkak të së cilit ata i kanë fshehur bindjet e tyre, kjo e para. Dhe e dyta, kur ndjejnë rrezik dhe frikë, minjëherë shfaqin mendimin e tyre. Për ndryshe, ai është munafik. Ndryshe beson, ndryshe flet. E munafikt kur i patën bashkuar të dy gjëra. E para s'ka autoritet. E dyta, ka frikë nga armiku i jashtëm, filluan që ta shfaqin nifakun e tyre, sikur nesër me qenë dita kiametit nuk na intereson, neve për pas nesër. Dhe kështu ndodh sot e kësaj dite, sikur se thamë nesër. Shih në mesin ton, shih dje para 50 vjetëve, para 100 vjetëve në histori, do ta shohësh se munafikët në moment që janë ndjerë të rrezikuar, i kanë shfaqur mendimet e tyre. I kanë sulmuar besimtar me gjithçka çka kanë mundësi. Shihje qëndrimin e disa prej munafikëve për atë që ndodhen në Gaza. Duke u hudh fajin e asaj që ndodhen në Gaza kujt? Banorëve të Gazës, apo? Gjikohet i okupuari, gjikohet ai mbi cilin ushtrohet terror dekada me radhë, se ai ka fajt. Ai duhet heshte. Edhe ai duhet thosë amin ndaj çdo gjë që bën okupatori terrorist. Por ndryshe, çka të ndodh? E sheh? Kështu kanë folë munafik në kohën e pejgamberit Allahut alayhi wasallam. Njëjtë. Vetëm ndroi okupator ka qenë Ebu Sufjani dhe të tjerë, sot është dikush tjetër. Po është i njëjti narrativ dhe njëjta retorikë. Në kësi lloj rrethanash pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam tash e kupton që rreziku është jo i dy fisht, i tre fisht. Kemi armikun e jashtëm që është jashtamurreve, kemi Beni Quraidhan të cilët tradhtuan dhe kemi këtash munafikët. Këto folin haptas. Ti thuj sa dush, mos u friksoni. Ai del thot kina ka mashtruar deri sot. Ti thuj sot ne do ta çlirojmë Persin. Ai thot çfarë Persie, ne nuk mund shkojna ta kryjmë nevojën. Kështu që e sheh i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam se armiku tash është gjithku. Për këtë shkak vendos pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam që të dërgon diku 5-600 ushtar deri 700 brenda Medinës. Tash ne sa ushtar kishim te Hendek? A e paramendoni ti çojsh 6-700 ushtar brenda Medinës? Një pjesë e madhe, 1/5, 1/6 e ushtrisë shkon në Medinë. E çka të bëjnë këto ushtar? Vetëm të patrullojnë dhe të bëjnë tekbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, për të fut frikë në zemrat e munafikëve dhe Beni Qurayzës, që ne jemi në Medinë. Ani se ju mendoni se ne s'kemi mjaft burra, të cilët e mbrojnë hendekun. Ne kemi burra për të mbrojtë hendekun dhe kemi burra për të mbrojtë familjet të cilat janë në Medinë. Andaj Zeid ibn Harithe dhe Selem ibn Eslem në kryet këtyre dy burrave u janë dhënë disa qindra burra tjerë, të cilët vetëm kanë patrulluar nëpër Medinë dhe periferit Medinës dhe të cilët një qëllim e kanë patur, ose një synim, të bëjnë tekbire përmes së cilave ata do të fusin frikë në zemrat e armiqve të brendshëm, ato e munafikt, edhe armiqve të cilët më tash e kishin thyer marrëveshjen e ata janë Beni Qurayza. Për ta kuptuar sa tensionuar ishte situata në Medinë, vëllezër, e rrafim këtë rrafim të Hudhaifa ibn al-Yamanit radhiyallahu ta'ala anhu. Një prej tabiinëve i thot Hudhaifës radhiyallahu ta'ala anhu, ja Aba Abdillah, si e keni shoqëru ju pejgamberin Allahut alayhi salatu wassalam? Si shoqëria juaj me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam? E i tha Hudhaifja, wallahi, o biri vllau tim, u lodhshim e u mundoheshim shumë. Do me thonë, shoqënia jonë me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam ka pat sakrificë dhe mundim. Nuk ka qenë gjë e lehtë. E ky djalë i ri po i thot kështu. Ky djalë i ri që ndron përpara autoritetit një sahabiu, sikur se është Hudhaifja. Edhe po i thot kështu. Pasha Allahu. Sikur të ishim ne, do me thonë gjenerata ime, tabint. Sikur të ishim ne në kohën kur ka jetu pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam, nuk e kishim lënë të ecë për tokë. E kishim mbajt në gjafat tona. E ti thu se jini lodh, e kupton? E Hudhaifja e kupton se ky sikur e kritikon qasjen e sahabëve në shoqëninë e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe sot disa prej të rive ton nuk e thonë ndoshta kështu me gjuhë. Po sikur me i thonë, po t'ishe ti me Ebu Bekrin dhe Omeri, i thot kisha kon më i mirë se Ebu Bekri e në Omeri. E Hudhaifja i thot, ndalu pak o djalë, ai se ta kallzojmë pak. Ta kallzoj realitetin e sahabeve dhe situatave në cilat janë gjithë sahabet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot, pasha Allahun, ishim me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam në Hendek, do me thonë betejën e Hendekut. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam me atë natë thot falej. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën rroje. Megjithatë kur ndrohet turni, hyn namaznat Allahu Akbar dhe falet. Thot dhe u fal pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam një pjesë të gjatë të natës dhe u kthye kanë dhe tha: a ka ndonjë burr? A është sa burra jini? A ka ndonjë burr prej jush i cili shkon tek armiku dhe mësjell lajmin e tyre dhe unë i garantoj dy gjëra. Çfarë i garanton? Xheneti e para, e dyta? Tha i garantoj dy gjëra. I garantoj se kthehet i sigurt kur gjos ndodhë, hiç kur gjë. Dhe i garantoj xhenetin. Thot Hudhaifja, asnjë nuk u çua nga lodhja, uria dhe i ftohti madh. Asnjë. As Aliu, as Ebu Bekri, as Omeri, as Abdullah ibn Rawaha, as Musab nuk ka qenë, asnjë prej sahabëve nuk thot unë ja Rasulullah. Pastaj kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah e fillon të falet. Thot dhe vazhdoi të falet gjatë. Dhe u kthye kanë dhe po thot: a ka ndonjë burr prej jush i cili shkon tek armiku dhe mësjell lajmin e tyre, dhe unë i garantoj dy gjëra. I garantoj se kthehet dhe i garantoj shoqërinë time në xhennet, jo xhennetin. Unë e ti kështu në xhennet. Thot Hudhaifja, pasha Allahun, shikonim njëri tjetrin, asnjëri nuk guxon të çohej nga ftohti i madh dhe nga uria, pa takat. Pik takati nuk ka. Nuk ka fuqi të shkojë njërë të armiku. Më pas thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam u kthye dhe filloi të falet për 3 herë.
Dhe herën e tretë po më thot, o Hudhejfe, thot Hudhejfja, nuk kisha shansa vetëm se ti bin, s'ka alternativ. Të ka thonë pejgamberi Allahu sallallahu do të qohesh. Nuk kishte alternativ tjetër, vetëm se ti bindem pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Dhe më tha, ja Hudhejfe, fadhhab, fadkhul fil qawmi fanzur madha yaf'alun, ma yaf'alun. O Hudhejfe, qohu. Dhe shko tek armiku dhe shih se çka janë tu bën. Wala tuhaddithanna shay'an hatta ta'tina, dhe mos bën asgjë derisa të vish tek unë. Hudhejfja thot, u çova se e disha se nuk ka shansa vetëm se ti bindem pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Vullnetarisht asnjëri prej tyre. Asnjë hiç. Transmetimin e Imam Muslimi thot Hudhejfja radhiyallahu ta'ala anhu, u çova e sikur se jam tu hec në hamam. Hamam e dini çka është? Banjë publike ku është shumë nxehtë. Ftoft ti më thot. Kur u çova thot shkoj drejt armikut, sikur se jam tu hec në hamam. Nxehet thot. Ai ftofti thot më shkoj deri thot Hudhejfja shkova tek armiku. E ula në mesin e tyre, e pash që fryn era e madhe. As zjarri i tyre nuk qëndron dezur, as ushqimi nuk mund përgatitet, as ushqimi i kafshëve nuk u kish mbet. Gjithë ushqimin e kafshëve u kish marr era. Kashtën e jonxhën e çka kanë pat, gjithë ati ka marr era. Pastaj thot, e pash Ebu Sufjanin hynin mesin ton. Dhe tha, secili prej jush le të kap për dorë shokun e tij dhe le ta kontrolloj kush është. E thot, unë fillova i pari. Janë gjitha për dorë ati i cili ishte afër meje. I thash, kush je ti o filan? E tha, unë jam filan, i biri filan. Thash, tamam, vazhdo me tjetrin, që mos më pyet ai mu se kush jam unë. E kështu thot, pas një kohë erdhi Ebu Sufjani. E tha, o ju njerëz, e shihni gjendjen si është. Tendat tona nuk mund të qëndrojnë ballë erës fort. Kafshët tona janë të friksuara. Jonxhja jon, zahirja jon e për kafshët gjitha ka shku, nuk ka mbet gjë. Zjarri jon nuk qëndron i ndezur. Andaj unë po niseni edhe ju. Urdhër pi komandantit. Përfundoi gjithçka. Thot Hudhejfja, e ne e pash Ebu Sufjanin të unë gjitë mbi deve. Vetëm i dha isharet deves, edhe unë nisë, thot devja miniherë, e kisha shans, thot ta vras Ebu Sufjan. Për para këti është. Po më kujtu thënia pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, mos ban kur gja, derisa të mësjellish lajmin e popullit, lajmin e armikut. Edhe në këtë gjendje i kujtohet urdhri i komandantit, urdhri i pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Nuk bën thehet urdhri në asnjë rrethon dhe asnjë kusht. Urdhri i pejgamberit Allahut alaihi wasallam nuk thehet vëllezër. Ama është sunnet, a është vajxhib, pak filozofi, pak ta vegetosim, pak këtë, e rëndësishmi ata qesim se nuk është për ne, është për kujshin. Për mu nuk është, për atë tjetrin është. E Hudhejfja tha, ja, mu kujtu urdhri i tij alayhi salatu wasallam. Mos bën asgjë derisa mos sjellësh lajmin. Thot dola prej tyre dhe u ktheva tek kampi i besimtarve dhe pash pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam duke fal. Edhe thot, ai ishte i mbuluar me një mantill të madh, të një prej grave të tija, i trash, e namaz thot më mbuloj me atë mantillin e tij. Namaz duke qenë. Më mbuloj me mantillin e tij dhe kur përfundoi namazin, ja tregova lajmin dhe mzu xhumi deri në sabah. Nën mantillin e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. E në fund të asaj, thot më zgjoj për namaz sabahut pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam me thënien e tij, Qum ja Numan, qohu o gjumash. Qohu o gjumash. Me këto fjale ka zgju pejgamberi Allahut alaihi wasallam Hudhejfen. Mirë po ai djalosh i cili e ka nxit Hudhejfen që t'i thot këto fjalë ka mësuar një mësim të madh. Mësim prej së cilit mësojmë edhe ne. Që jeta e sahabëve me pejgamberin Allahut alaihi wasallam është jetë e njerëzve më të mirë pas pejgamberëve të Allahut me njeriu më të mirë, me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë çka sakrificat e tyre nuk janë sikur se sakrificat e njerëzve tjerë. Sakrificat e tyre janë të veçanta. Për shkak se ishin njerëz të veçantë që bartnin mision të veçantë. Ajo shoqërimi me pejgamberin Allahut alaihi salatu wasallam. Kështu që askush mos thot po të isha unë në vend të Hudhejfes, unë e kisha çu dorën, kisha thënë unë shkoj.
nga se në mesin e tyre ka pat njerëz, trima të mëdhej, burra të mëdhej, të cilët nuk e kanë bërë këtë gjë dhe ka pat urtësi pse nuk ka ndodhur kjo gjë. Që të vjen një ditë prej ditëve Hudhaifja dhe të na e tregon neve këtë rast ashtu siç ka ndodhur atë natë. Vazhdojmë me fundin e betejës së Ahzabit, ligjëratën e ardhshme. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.